konstituim. Po konstituim pra. Po se ka thirr guzon. Po s'është parti politike parlamentare. Çka e ka flet mua dhe ti? Pse pe mashton këtë publik që 5 vjet që tu pa lidhje? Edhe njerë. Ja, blerim. Që ka flet mua banalitet e flet studio. Ata janë si, vetëm pak, si subjekt politik, vetëm që ta të mbetemi të qartë dhe flasim me fakte. Ma i qojnë budo më lak s'ka se që ka që. Jo, po mos t'i ngjesim mbi emra të tillë, vetëm diçka. Partia politike Aleanca për Armërinë e Kosovës ka garuar në këtë zgjedhje. Ka qenë, e ka patur edhe një partner në këtë koalicion që ka qenë një partner më i vogël. Po ishte edhe neni 4.4 i rregullores thot. Ata kanë garuar vetëm kanë garuar vetëm në këtë zgjedhje. Natyrisht që duhet të kenë vend aty, nuk mund thuhet apo do me insistu thash se ka vendin. More, ti thash se ka vendin. Jo, edhe një herë. Pse thirret? Edhe një herë. Një parti që s'ka nën kryetar, po çka ka lidhje apo? Ani të s'ka lidhje sipas teja, mund të ketë lidhje sipas meje. A mund të flasim? Edhe kam të drejtën ta argumentoj deri në fund të çka mendoj. Po, vetëm të flasim me fakte? Çe faktet? 4.3 pika e rregullores thot kuvendi konsiderohet i konstituum ku vota e gjithë deputetëve zgjedh kryetarit. Pika 4.4 e rregullores thot kuvendi konsiderohet i konstituar ku zgjedhen edhe nën kryetaret. Ftesa e presidentes është për konstituim të kuvendit, jo për ujdi politike, marrëveshje politike. Bllokim nuk kemi në sensin politik. Juridik. Do me Zoti Goshi presidenti ato ka kompetenca me konstitut kuvendit. Tash Zoti Goshi. Kemi me zgjedhje absurdën këtë rast, kemi bllokat, se me këshyr kështu, bllokat s'ka se seansa të se ti hapeni çështje. Ti po thuash dashur të aftoj zonjën Donika Gërvalla, zotin Faton Peci, cilë thanë që nuk janë ftuar, zotin Fatmir Limaj, edhe faktor tjerë të kuvendit. Po në këtë aspekt. Kusari Lilën. Po në këtë aspekt po. Pse me thirr AK-n e mos me thirr Guzon? Sepse ata nuk kanë garuar vetëm në zgjedhje. Shembull. Mund të jetë kjo.